këtë ndeshje, domethënë, unë e vlerësoj këtë trenerin që është në Kroaci, Dalić. Mos të harrojmë që ka punu edhe në Shqipni, edhe oran nga kategoria më do këtë korap. Me Dinamo. Me Dinamo. E ka fitu kupën në Shqipërisë. Kupën e ka fitu, po më do këtë edhe ka ron nga kategoria. Du të me këshyrë, tani ma vonë ka ron nga kategoria. Mas një... Edhe e kanë shkarku, sigurisht e kanë shkarku, dhe me thonë provat. E këto që e kanë shkarku e di. A njeri është i treti në botë, i dyti në botë, e ka medalën e argjent e ka atje me Francën në Rusi. është një trener... Branston? është një trener respektueshëm edhe një analist kroat, se gazetarët sulmojnë, qysh e bone formacionin, ka neftove, ashtu, edhe një Nuk sulmojnë, analist... pysin. Nuk sulmojnë. Të sulmojnë me pytje. Korrekt. Edhe një analist thot, jo lutem, thot, nëse na, thot, kena, thot, qaq ftyrë, thot, me sulmu Dalićin, thot, që e ka bu këta, e ka lyt finalit Ligës Kombeve, ka lyt në finalit kampionatit botënor, e ka medalën, me thonë, gjitha këto, edhe është një trener me të vërtet që jo maksimumin, po me Kroacin e ka arrit për te maksimumit. Tashti... Kush do fitoj? Kombëtarja e Kroacis nuk është në ditët më të mira, megjithse me fanatizëm po luftojnë edhe po munohen me rujt atë nivelin, por në këtë ndeshje do t'i kenë dy probleme.